Avokati i popullit, i cili është ndër institucionet kryesore në vend që kujdeset për ndjekjen dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, përballet me probleme serioze në funksionimin e tij. Naser Ziberi në një konferencë për forcimin e mbikëqyrjes parlamentare në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, theksoi se nuk kanë pavarësi financiare, mjete të mjaftueshme për realizimin e projekteve dhe kuadër përkatës. Institucioni i avokatit të popullit në vendin tonë ballafaqohet edhe me probleme serioze në funksionimin e tij. Mungesa e pavarësisë së plot financiare, organizative, funksionale, mungesa e mjeteve për realizimin e projekteve dhe promovimin dhe mbrojtjen e drejtave të qytetarëve, që janë kompetenca e avokatit të popullit, mungesa e potencialit kadrovik, paraqesin problem serios që ndikojnë drejt për drejt në cilësinë, efikasitetin dhe punën tonë. Ziberi bëri thirrje kryetarit të kuvendit dhe deputetëve që sa më parë të miratojnë ndryshimet e ligjit për avokatin e popullit, që ndodhen në procedurë parlamentare, me qëllim që të aplikojnë për akreditim në Kombet e Bashkuara. Prolongimi i aprovimit të ndryshimeve të ligjit për avokatin e popullit, drejt për drejt na privon nga mundësia e aplikimit dhe akreditimit në trupin ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara për marrjen e statusit A. Pra, institucion tërësisht i pavarur kombëtar për mbrojtjen e lirive dhe drejtave të qytetarëve. Diçka që gati të gjitha institucionet e regionit, edhe pse të formuara shumë më vonë se sa ne, e kanë arritur një status të këtillë. Në rënien e cilësisë së akteve dhe vendimeve që i shqyrton avokati i popullit, Ziberi thotë se ndikon edhe moszgjidhja e zëvendësve të avokatit dhe për këtë kërkoi nga ligjvënësi që të gjejë zgjidhje.